Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti ka inspektuar panajirin e agrobiznesit në Berat ku janë ekspozuar prodhimet e zonës, si lloje të ndryshme vera, shulliri, fruta dhe perime. Dhjetra biznese janë vendosur me stenda përgjatë pedonales së qytetit. Ministri i Bujqësisë, pasi u njoh nga afër me këto produkte, i cilësoi vlera jo vetëm për tregun e brendshëm, por edhe për atë ndërkombëtar. Do të fusim në veprim edhe një mekanizëm të ri financiar, që është rritja e kreditimit me interesa shumë të ulta, madje edhe fare pa interesa. Për këtë shteti shqiptar në buxhetin e këtij viti ka vendosur në dispozicion të sistemit bankar që do të kreditojë fermerët e qarkut të Beratit 15 milion euro, ndërkohë dhe Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim do t'i bashkangjites kësaj shume për 15 milion euro me 60 milion euro. Pritet që në 3 vitet e ardhshme të gjenerojë një mas 300 milion euro që do të vijë në dispozicion në trajtën e kredive pa interes. Duke e cilësuar si mjaft të rëndësishme bujqësinë për gjenerimin e të ardhurave të fermerëve, ministri u shpreh se për vitin që vjen do ketë më shumë investime dhe subvencione në këtë sektor.